Krejt në fillim të emisionit, ky lajm ka tronditër Kosovën, ku dy prindër dyshohen se kanë keq trajtuar një fëmijë që më pas është alarmuar i gjithë opinionin publik në Kosovë. 5-vjeçari nga Lipjani me njëherë është dërguar në ÇKUK me plagë serioze dhe shenja të keq ushqyerjes, ndërsa prindrit e tij, siç edhe informuar, janë të arrestuar dhe po hetohen nga organet e drejtësisë. Rasti ka ngritur shqetësime të mëdha për sigurinë dhe mirëqenien e fëmijëve, ndërsa institucionet përkatëse kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Në anën tjetër, sot gjatë ditës është kryer edhe intervenimi kirurgjik i 5-vjeçarit, sipas raportimeve të fundit. Ky intervenim është kryer me sukses. Për diskutuar në përgjithësi për rastin, për pasojat psikologjike, për pasojat juridike, sot në studion e mesditës kemi një panel të ftuarish. Linë të drejt për drejt kemi psikologun Ron Kastrati. Roni, përshëndetje. Përshëndetje, Blendi, faleminderit. Ndërkaq, për të diskutuar pasojat juridike, kemi juristin Anton Nrecaj. Nrecaj, përshëndetje. Ron, e diskutuam edhe këtu në studio që Qendra për Punë Sociale ka qenë në dieni për gjendjen mendore të nënës, duke qenë se ko më parë ishin marrur fëmijët, madje edhe 5-vjeçari, i cili në kohën kur ka qenë foshnje, i është marrur nënës dhe ishte dërguar në një familje tjetër për shkak të keq ushqyerjes. Po ashtu ka qenë edhe rasti kur nëna i kishte qarë kokën njërin nga fëmijët e tjerë dhe Qendra për Punë Sociale ka qenë në dieni. Çfarë do thot kjo neglizhencë e institucioneve përkatëse edhe për gjendjen e fëmijëve të cilë gjendën sot? Sigurisht që këtu do të ishte kompetent një punëtor social ose një zyrtar i shërbimeve sociale nga Qendra për Punë Sociale që do të në këtij institucioni, megjithëse ne duhet ta dimë një gjë. Të tilla raste, teksa po vinë shtohen, ose mund të shtohen, përveç se prodhojnë pasoja dhe efekte negative në shoqëri, kanë edhe një impakt tjetër. Meqense prindi është baza e sigurisë, këto keq trajtime e përmbysin këtë koncept. Që do të thotë se atër prindi mund të jetë burifrike. Nga keq trajtimet, neglizhenca, keq edukimi, abuzimi emocional dhe shumë forma tjera të cilat mund të rëndojnë dhe ngarkojnë gjendjen psikoemocionale të fëmijës. Ju thatë për shërbime sociale. Çdo qendër për punë sociale ka punojësin social apo zyrtarin e shërbimeve sociale, menaxherin e rastit, dhe kur rastet kanë rrezikshmëri të mesme ose të lartë. Organizohen kryeza multidisiplinare, të cilat e përpunojnë rastin, e menaxhojnë rastin në mes akterësh të cilët kontribojnë profesionalisht për të reduktuar apo minimalizuar këto raste të ndjeshme për shoqërinë. Por imagjinoni edhe një gjë. Lloj fëmiu që keq trajtohet, abuzohet emocionalisht, nuk dëmtohet vetëm në mënyrë të drejtë për drejtë në zhvillimin e tij kognitiv dhe social. Në mënyrë indirekte, simptoma manifestojnë nivele të larta të anksiozitetit, aftësi për të ndjerë siguri, e sikundër, të gjitha këto pastaj prodhojnë pasojën e një çrregullimi post-traumatik apo traumë pas traumë ose mbi vendosje traumës. E qartë. Ron, a mund të rikuperohet ky fëmijë? S'po flas për gjendjen fizike, por për atë mendore. Ta keni në dini një gjë. Një fëmijë i abuzuar, ose i keq trajtuar, ose i dhunuar, nuk haron. Dhe si rezultat këtyre pasojave të dhunës, keq trajtimit, abuzimit, fëmiu mëson të jetojë me plagën. Dhe pyetja më konkrete, më thelbësore për shoqërinë është: a duam që ky fëmijë jetojë me plagën apo ta shëroj këtë plagë? Ose ti përsërisim këto plagë? Ky është kontradiksioni që e fush shoqërinë në kurth, sepse ne akoma jemi të
induktuar nga mentaliteti patriarkal, e që nuk I lejojmë hapësirë fëmijëve tanë të zgjerojnë komunikimin e tyre dhe të jenë shumë atashues me prindërit e tyre. Edhe jo të kemë frikë të shprehnin emocionet dhe plagët apo traumat që mund t'i kenë kaluar ose mund t'jenë sfituar në momente të pazakonta në shkollë, në lagje ose kudo qoftë. Dhe në anën tjetër, e keni vërtetë një fenomen? Kjo dhunë e fëmijëve, ose ndaj fëmijëve, ose dhuna e familjes, ka filluar të bëhet si një epidemi e heshtur. Dhe çfarë duhet bëjmë ne? T'i përvishim mëngët se cila kategori profesionistësh, sepse ne mund t'ja dalim që këto raste t'i paksojnë, sa kaq pastaj do të jemi dhe krenar për punën e arritur. Po thoni se është vështirë e rikuperueshme, meqense kemi edhe minutat e limituar dhe të jemi sa më konkret në ato që thonë. Dorentina deri diku e shtroi pyetjen të njëjtën edhe unë pata për Mirjetën. Cilat janë pasojat afatgjate që mund të ketë një fëmijë dhe a janë të rikuperueshme apo jeton me to? Në qoftë se flasim për një stres të akumuluar, anksioz me simptoma të ashpërsuara me intensitet të lartë, sigurisht që kur fëmia nuk e komunikon me fjalë, atëherë trupi flet. Sjelljet e tij flasin. Që do të thotë se duhet të kombinohen një sër strategjish terapeutike. Si mund ta identifikojmë një fëmijë I cili nuk tregon se është I dhunuar nga prindrit ose nga pjesëtar të familjes, megjithatë ose për shkak të frikës ose për shkak që në këtë rast fëmia dhe nuk flet, si mund ta identifikon një person, një fëmijë të tillë, I cili me pak fjalë është I abuzuar? Janë një sër metodash aplikative që realizojnë vlerësimin e detajuar psikologjik. Dhe social, padyshim, dhe nga këto informacione të verifikuara, të matshme, atëherë nxjerrin konkluzione klinike sociale, por edhe një raport I detajuar psikosocial, dhe në bazë të këtyre raporteve dhe informacione evidente, vijon trajtimi adekuat nga profesionistët e shëndetit mendor, punojësi social dhe shumë ekspert tjerë që I takton kësaj fushë. E qartë. Roni, pate për të shtuar diçka? Që të jemi shumë thelbësor për teleshikuesit e TV1 dhe të përqoj mesazhe sublime, mesazhe këto të cilat mund të kontribuojnë në shoqëri. Duhet të jemi në dieni se një tru I një fëmije që keq trajtohet, abuzohet, apo dhunohet në çfarë do lloj rrethane, atëherë e ka shumë të vështirë të zhvillojë forma dhe metoda adaptive për jetë. Atëherë është I prirur vetëm për të ndjetojë në presionin e frikës. E qartë. Dhe duhet të jemi në dieni edhe për një gjë të fundit. Një fëmijë traumatizuar nuk pyet pse ndodhi kjo. Po çfarë kam gabuar unë? Duhet jemi dieni se si fëmijët e përjetojnë dhunën dhe çfarë mendojnë për dhunën dhe çfarë pasojash prodhon kjo. E qartë. Pasim edhe për gjendjen e fëmijëve të tjerë, u raportua se në kohën kur 5 vjeçari ka shkuar zhdërguar në QKUK, me të nuk kanë qenë prindrit, kanë qenë familjar të tjerë, hala, gruagjit dhe të tjerë mirë po jo prindrit. Ndërkaq kur ka shkuar policia që t'i arrestoi në shtëpi 13 vjeçari, pra fëmia më I madh ka ikur dhe për disa orë të tëra nuk ka arritur që madje as qendra për punë sociale që ta kthej. Çfarë do të thotë kjo edhe për gjendjen e tij? Flet se I ndoshta ka frikë në çdo situatë të rinë në cilën edhe mund të përballet. Meqense rasti është duke u investiguar, duke u hutuar nga procedurat përkatëse dhe nga organet kompetente, ne thjesht mund parashtrojmë opinionet dhe qëndrimet tona, dyshimet tona, por jo bazuar në gjetjen e fakteve ose argumenteve, sepse këto I takojnë eksperteve juridik dhe organeve të gjyqësisë dhe prokurisë. Në rastet e tilla, nëse një fëmijë largohet nga shtëpia, kur është dëshmitar I një dhune, një abuzimi apo një keq trajtimi, atëherë sigurisht që ai fëmijë
ka shumë çka për të folur e për të ndarë, e për të shprehur nga gjitha ato eksperiencat e pakëndshme që mund t'i ketë kaluar në një klimë të çorganizuar familjare, që mund të jetë abuzive. Prandaj e tha dhe psikologja e nderuar në studio, fëmijët janë qenje të ndjeshme dhe përveç se janë instrumentet matëse që e verifikojnë gjendjen emocionale e psikologjike të fëmijët, është edhe gjithë mjedisi, mikrokosmosi i fëmijët që na bën ne të kryejmë përshtypjen që mund të jetë fëmiu i dhënuar apo i abuzuar. Van, faleminderit shumë për kohën dhe gatishmërinë me qenë pjesë e këtij diskutimi sot. Shumë faleminderit. Kënaqësia ime, përshëndetje dhe shumë faleminderit. Faleminderit që ishit pjesë e këtij diskutimi. Uroj që shumë shpejt gjendja e 5 vjeçarit të stabilizohet, ndonse siç u bë e ditur dhe nga ÇKUK pas operimit dhe gjatë operimit realisht gjendja e fëmijës ka qenë stabile, nuk ka pasur nevojë ajo të cilës edhe i friksoheshin të gjithë që ti amputoheshin shputat, kjo nuk ka qenë e nevojshme, operimi ka shkuar mirë, gjendja e tij ka qenë stabile dhe uroj që të përmirësohet. Ndërkaq që nga këtu do të kemi një shkëputje publicitare, do të kthehemi me pjesën tjetër.